Me që ndole te tërmeti, prapte një koment, prandaj nuk e them për kështu, por unë e shoh si vlerësim të e them me pastërti dhe sinqeritet maksimal të pjesë që i vlerësoj komentet, edhe ata që ndoshta edhe na ngacmojnë, na injorojnë, na ofendojnë. Jeni të hapur, vazhdoni, por vetëm na dëgjoni dhe shiheni pak ndryshe. Këtë keni thënë që në fillimet. Kjo është ajo që keni thënë që në fillimet. Po, për që sa po e përmendëm. Ka qenë rasti që Aleksi ka thënë që Turqia do përballet me një tërmet fort. Para disa ditësh ka rënë një tërmet dhe video jon Aleksi, ku unë ta nisa para disa ditësh, ditën që ra tërmeti, na kishte ardhur një koment tek video që ne kemi hedhur para 3 javësh, 4 javësh. Që ti e ke thënë. Edhe thot një koment thotë, po ky nga dinte që do binte tërmet në Turqi. Unë ta nisa më thej po se ka akoma, nuk është kjo. Na shpjego pak, si më zuar të flas vetëm unë te kjo pjesë. Ajo që thash para 4 javësh kur bën i sa ti misioni ishte ai, ajo nuk ishte për këtë që ndodhi tani. Për që ndodhi para disa ditësh. Kjo ishte tërmet paralajmërues për qeverinë e vendit atje dhe kryesisht për kreun atit vendit atje. Për Erdoganin. Po. Se kështu ndodh domethënë. Por nuk re dakord me ca politika të disa përbindashëve të mëdhenj që duan të komandojnë botën, e paguan gjithë si popull. Kështu funksionon gjithmonë. Edhe ky është paralajmërues, ky 6.2-shi. Edhe ky është i vogli. Ishte i vogël ky. Ky është i vogël krahasim me atë që do vi. Se tani më thën sa ballë s'ka. Po mirë, tani ti the që ky është tërmet për shkak se ky nuk i është bindur atyre të mëdhenjve, ose djem vetë këqij. Tani ky vazhdon akoma edhe pse po ndodh tërmeti, ky është koshient pra Erdogani, presidenti, është koshient që ky tërmeti ka ndodhur për shkak se ky s'po bindet? Po, komplet koshient është. Edhe ky del thot tani që ti po thosh që është për teorinë e harpës. Po ajo ky është tërmet artificial. Artificial, është tërmet artificial pra. Harpi, po, me 2 a, harp. Mund ta kërkoni e gjeni. Është i bërë vetë pra si tërmet thua. Po, komplet. Pra, po mirë, ky është koshient që kjo po ndodh. Po. Për shkak se ky nuk po i bindet atyre dhe këto po krijojnë të tërmeti që ka shumë humbje të mëdha dhe në çdo vend ku ndodh, në rastin konkret në Turqi. Që ky e ka marrë përsipër gjithë këtë gjë. Por kur del ky thotë që na ka ardhur është natyral, domethënë si tërmet ka ardhur nga ku diun, natyra të tjera që ky nga forkimi i gabuar i pakave tektonike, po. E tjerë, ku diun. E kthen ose jo, ky ka thënë para ca kohë, se aty ka ndodhur më përpara këto paralajmërime që është bërë atje. Po pse të rigjet ato? Pse? E ka thënë ai këtë, është harpi, e ka bërë Amerika thotë. E ka thënë? Po, e ka thënë troç. Po pse të rigjet ky pra? Se ndoshta ku është le të themi ajo se ti e ke vlerësuar si president për atë gjën se çfarë bën ai për popullin e tij. Ai për vendin e tij është shëndetar. Është shëndetar. Në rastin konkret kur bie një tërmet, pra që këto godasin atë nëpërmjet një tërmeti për të goditur postin e presidentit, humbin jetën shumë njerëz që janë banorë të Turqisë. Ky si është shëndetar ndërkohë. Po tani ai ç'është tërhiqjet ai? Pra ka kosto më të madhe tërhiqja e këtij? Ajo sakrificë, ajo që mban ai qendrimi i tij është sakrificë, domethënë ai është koshient dhe për këtë tjetrën që në çdo sakrificë ka humbin jetën, po humbin jetën njerëz që ndoshta nuk janë dakord do të humbin jetën për vendin e tyre. Po tani thot ai. Pra si merr ti vendim për mua? Po tani e zënë çik ngushtë bursa, ata janë shahista ata tipat që qëndrojnë atje lart. Ata e kanë zënë çik si sham mat tani këtë. Apo do të jetë kosto më e madhe, do të ishte kosto më e madhe nëse ky do i bindej atyre. Po, ashtu llogarit. Plus që pse do të jetë kosto më e madhe? Pse çfarë kërkojnë ato Turqisë ose aty Erdogani? Duan që ti bindej që të mbaj krahun e atyre të mëdhenjve. Ky nuk është dakord sepse vjen ndesh me interesat e vendit. Edhe kështu që qëndron ato pozicionet e veta. Edhe ky ka mentalitet sultani apo bër. Nuk të rriqet kollaj kë. Aty çdo që ti bën aty nuk të rriqet ai. Derisa ti japin atë goditën përfundimtare atit, që edhe këtë ta kanë thënë. Që do ta vrasin. Që do ndodhi dhe ajo brenda këtij vitit, po. Brenda këtij viti. Brenda këtij viti do ikë Erdogani. Do e vrasin, se ata ditë po ta thoja do ikë dhe po thoj do e vrasin, po do e vrasin. Po. Jo, unë prandaj po si duket sikur edhe unë po aktroj këtu tani për me bë sa më të besueshme, por unë e kam dëgjuar të e ke thënë Po do e vrasin. Është thënë që para 4 javësh, siç e thamë. Edhe Zelenskin, edhe patriarkun e Konstantinopolës atje. Të tre këta. Dhe po ky tërmet i fundit që ra tani, ky ra në një vend që kishte epiqendrën në distancë
ku nuk ishte shumë banor njerëzish, më thënë nuk ishte popullsi atje. Edhe u treguan çik tolerant ata çunat e qenë me këtë pjesë. Por i kanë thënë edhe këtë tjetrën që po nuk u tërhoqe, po nuk u binde, do fusim një super të madh. Ai ka për do shkretotoj komplet atë vend. Po thuaj se komplet, jo të komplet. Se komplet do ndodhi më mbrapa prapë. Si prapë, sa tërmetet do ndodhi. Atë do ndodhi një nga fazat e luftës së tretë, do ndodhi në Turqi. Në Turqi, po, që e kemi thënë atë që do ketë aty do sheshohet komplet. Jo 600 milion, por 700 milion. Po, se tani ata që u skandalizuan atëherë në fundit që thanë atë shifrën e madhe, që u habitën, puna juaj që u habitet, bëj një korrigjim, nuk ishin 600 milion, ishin 700 milion. Ky është numri eksakt. Unë kisha ulur 100 milion dhe prapë u hodhën për pjet. Tani do hidhen më shumë. Tani këto kanë vendosur për të krijuar një tërmet tjetër më të madh se sa ky që ishte tani para disa ditësh. Po, ky do jetë i frikshëm fare. Ky ka për të çuar dhe dalgat e detit ka për të çuar në ajër. Edhe këtu do të ketë humbje jetësh? Po, do ketë shumë. Shumë. Po, kësa radhë me këtë po do ketë. Do jetë tani afër? Edhe po atë të seshëm e thënë, po diskutohet për tani shumë afër. Nuk po themi për mas kur të çelin, kur të vinë dallën ndyshet, do ndodhi tani. Mund të bëjmë ndoshta edhe një thirrje, okay, ne patjetër që jemi gjithë që flasim, do thonë ta çë interesi kemi ne për Turqinë, pra flasim për njerëzimin. Do thonë ku i di ky. Jo, ajo diskutohet më asaj si hymë ne kësaj pjese se tham që në fillim edhe madje më bër, unë shoh se jemi bërë si të bezdisshëm duke u treguar kaq shumë modeste, duke u shfaqsuar le të themi. Ne do themi atë që është. Kjo si duan ose na lodhën. Po, jo, nuk është çështje na lodhën, por do vi moment që do thoni, siç ishte rasti konkret i komentit që ka bërë, pra i reagimit që ka dëgjuar videon para disa kohësh, duke lidhur me ngjarjen që ndodhi para disa ditësh që ka rënë tërmet në Turqi, tha po ky nuk e dinte që para 4 javësh, por përpara lajmëron seriozisht që do ketë tërmet. Ndoshta një mesazh për gjithë shqiptarët që kanë bërë plan për të hyrë në Turqi, ndoshta këto kohë do ishte më mira që mos të shkonin. Këshilloj fuqishëm të anullojnë biletën. Të mos shkojnë. Ti bëjnë diku në një vend tjetër. Po kjo nuk do të thotë që ne jemi vetëm në interes të shqiptarëve. Patjetër diskutohet se është dominon ajo, por edhe të njerëzimit, ëh. Patjetër edhe për turqit, për këdo. Për këdo se njerëz jemi të gjithë, domethënë jemi humanë dhe jemi pro jetës, pro bashkëpunimit, pro të mirës dhe kundër asaj të keqes që sot po mbizotron Alex. Pra ti po thuaj që do të ketë një tërmet më të fuqishëm shumë shpejt. Po disa dhe pasaj këta nuk do mjaftohen, vetëm me këtë do të ketë edhe tjetër prap. Edhe me këtë të madhin që do bëhet, me këtë të madhin. Prap nuk do të rriqet Erdogani që ti prap do të rriqet. Prap do të rriqet, as me këtë të madhin. Që ky disa thonë që do jetë mbi 7. Po mbi 7. Unë mendoj që do jetë diku te 10-shi, te 10 ballsh. 10 ballsh. Pra ne po them, do jetë i frikshëm katastrofë që do bëhet. Pra ne ka për të çuar dallgat e detit në ajër. Dhe pastaj mbas kësaj e ka radhën Greqia. Po me tërmete. Po me tërmet. Pastaj mbas Greqisë e ka radhën Turqi, Kipërja. Kipër. Këto të tre vendet e kanë kështu, e kanë sigurt tërmetin.